Erion Velia do të vijojë të qëndrojë pas kafazit të xhamt të pandehurit gjatë procesit gjyqësor në gjykatën e posaçme, ndërsa do të përballet me 13 akuzat e SPAK-ut që çuan në pranga. Gjykata e posaçme i ka rrëzuar kryebashkiakut të arrestuar kërkesën që ta lejonte të dilte nga kafazi i Qelqt. Tokat e zeza po ashtu kanë rrëzuar një kërkesë të Veliajt për t'i vënë në dispozicion aktet e dosjes dhe një formë që ai të njihet me to. Vendimet u morën këtë të premten ndërsa vijoi saga e seancës paraprake për shqyrtimin e dosjes ndaj kryebashkiakut të Tiranës dhe të bashkakuzuarve të tjerë që do të vendosë nëse çështja do të kalojë për gjykim apo do të kthehet për plotësim nga prokuroria e posaçme. Pas rrëzimit të kërkesave, kryebashkiaku i Tiranës, i pranishëm në sallë, ju rikthye asaj që është cilësuar si skem për zvarritjen e procesit. Velia largoi avokatin e tij Ardan Gjermoni nga çështja me synim, siç duket, për të krijuar ngërç, por gjykata e posaçme i caktoi menjëherë një avokat shteti për të vijuar me procedurat, e cila është Valentina Teodorescu. Prokuroria e posaçme me një reagim në 5 dhjetor akuzoi Veliajn dhe mbrojtësit e tij se me mungesat e pajustifikuara dhe kërkesat e padrejta kanë penguar përfundimin e gjykimit paraprak për kalimin e çështjes për gjykim brenda fateve të përcaktuara në kodin e procedurës penale. Lidhur me pretendimet e përsëritura të Veliajt për njohjen me aktet e procedimit penal, SPAK thotë se ka përmbushur plotësisht detyrimet që burojnë nga kodi i procedurës penale, duke shpjeguar se brenda fatit të pandehurit dhe avokatit të tij është njoftuar përfundimi i hetimeve paraprake. Po ashtu i është bërë me dije e drejta për të njohur me aktet dhe për të marrë kopje të tyre. Krahas Veliajt, as bashkëshortja e tij Ajola Xoxa ende nuk ka bërë mbrojtje në seancë paraprake. Kryebashkiaku i Tiranës ndodhet në qeli prej 10 shkurtit, ndërsa akuzohet në 9 raste për korrupsion pasiv, sikurse për pastrim parash, mosdeklarim pasurie, shpërdorim detyrës si dhe futjen e sendeve të palishme në burg.